Përshëndetje! Nëse analizat tuaja kanë dalë jashtë normave, mos u shqetësoni menjëherë. Konsultohuni me mjekun tuaj dhe nëse mjeku ju tregon që asgjë nuk është alarmante, mundohuni të ndiqni një regjim ushqimor të shëndetshëm. Sot po ju sjell një vakt shumë të shëndetshëm. Një bombë vitaminash, proteinash, fibrash që është i mirë për çdo person. Kujdesuni për shëndetin dhe ndiqeni videon deri në fund. Sot do gatuaj salmon me perime në furrë. Salmoni përmban protein të pastër, omega 3, vitamin D, vitamin B12 dhe yndyrra të mira. Patatja përmban karbohidrate, kalium, vitamin C dhe fibra. Brokoli përmban pak kalori, fibra, vitamin C, vitamin K dhe antioksidantë. Pa humbur kohë, filloj me gatimin. Patatet do i pres të gjitha në gjysmë. Patatet do i hedh në një enë, do i hedh ujë sa t'i mbuloj dhe do i vej në sobë që të marrin valë. Të marrin 5 minuta valë sa të zbuten pak, sepse peshku do shumë pak kohë për t'u gatuar dhe perimet ngelin të pabëra mirë. Të njëjtën procedurë do ndjek edhe me brokulin, pasi ta kem prerë në copa të vogla. Brokulin do ta gatuaj të gjithin me gjithë kërcell, sepse shumë vitamina ruhen te kërcelli i brokulit. Pasi e kam prerë në copa të vogla, do ta vendos në një enë dhe do i jap val për 5 minuta në zjarr, sepse nëse e ve vetëm për të pjekur, do ngelet i thatë. Salmonin po e pastroj pak nga këto alat, sepse ka një sër alash këtu, por janë të mëdhaja dhe hiqen kollaj. Do ta pres në 2 pjesë dhe do t'i bëj disa prerje të vogla në mes. Në një tavë do shtroj letër kuzhine dhe do t'i vendos aty të gjitha. Si fillim do vendos salmonin. Në një tas të vogël do përgatis një salcë që të lyej salmonin dhe perimet. Si fillim do shtoj udhër të bluar, edhe pse do ishte mirë të ishte udhëra kokër, por nuk kisha për momentin, piper të zi, rigon, do hedh pak pluhur speci ose piper të kuq, do shtoj në të vaj ulliri dhe një gjysëm limoni t'ia shtrydh langun. Dhe tani, tek tava ku kam vendosur salmonin, do të shtoj dhe perimet një nga një. Kam vendosur të parin brokulin, pastaj do të shtoj edhe patatet. Do t'i lyej të gjitha me salcën që kam përgatitur. Do i hedh sipër dhe disa domatinje, tomate të vogla, si qershi, sepse i japin shumë shije. Tava tani është gati dhe do ta fus në furrë. Do ta lej për 20 minuta në 250 gradë. Siç e shikoni, tani tava është gati, edhe peshku edhe perimet janë pjekur në mënyrën e duhur. Kjo nuk është thjesht një pjatë, është një dozë energjie, proteine dhe vitaminash. Salmoni ushqen muskujt, brokuli pastron trupin, patatja të jep forcë. Haje si duhet dhe do ta ndjesh diferencën. Ky ishte një vakt i shëndetshëm për të gjithë personat dhe sidomos për persona që kanë probleme me shëndetin, si puna ime me veshkat ose me zemrën. Prandaj ju sugjeroj që të ushqeni shëndetshëm për të ruajtur shëndetin tuaj. Faleminderit që ishit me mua deri në fund të kësaj video. Mos harroni të bëni like dhe të lini komente rreth gatimeve të mia. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe mos harroni të qëndroni në këtë komunitet për më shumë këshilla
për një regjim ushqimor më të mirë për shëndetin tonë. Shihemi në videon e radhës. Miru pafshim!